Vazhdojmë tani me pregaditjen. Si bazë për këto ëmbëlsira kemi nevojë vetëm për 3 produkte: biskota, krem djathi dhe ndonjë krem çfarëdo lloji që keni dëshirë. Unë kam zgjedhur që të përdor këtë kremin, që është i ngjashëm me kremin Lotus. Se nuk mund të gjeni nga ky lloj kremit, mund të përdorni edhe krem Nutella për pregaditjen e këtyre ëmbëlsirave. Fillimisht na nevojiten 300 gram biskota. Në këtë recetë, biskota duhet që të jenë të bluara. Unë në shtëpi nuk kisha të bluara, kisha vetëm nga këto. Dhe vazhdojmë tani që po këto të njëjtat biskota t'i bluajmë në blender. Vazhdojmë tani biskotat t'i shtojmë brenda në blender. Tani biskotat e bluara, vazhdojmë t'i shtojmë njën më të madhe. Dhe në total do të shtojmë 300 gram me biskota. Tani vazhdojmë që ta shtojmë krem djathin dhe kohëve të fundit unë po e përdor këtë krem djathi Labne nga Pënar, sepse me të vërtet po i bën shumë të shijshme të gjitha llojet e cheesecake-ve. Dhe kjo recetë që po e bëj sot, pra janë cheesecake balls, ashtu thirret receta origjinale, pra topta cheesecake-u. Vazhdojmë ta shtojmë krem djathin tani brenda te biskotat dhe në total do të përdorim 180 gram krem djathi. Vazhdojmë tani që të shtojmë cilin do lloj krem që keni vendosur ju që ta përdorni për të gatuar këtë recetë. Në total nga kremi do të shtojmë 2 lugë gjelle të plota. Siç ju thash, mund të përdorni edhe Nutella kremin ose cilin do krem që keni dëshirë. Dhe gjithçka që duhet bëjmë tani është që t'i përzihen mirë, që të gjitha këto produkte që kemi shtuar në brenda të lidhen dhe të bëhen bashkë. Vazhdojmë njërë me lugë, pastaj do t'i përzihej edhe me dorë. Vazhdojmë tani ta përzihem me dorë, dhe nëse ju e shihni që po ju duket që nuk është e ëmbël shumë brumi, mund vazhdoni dhe të shtoni brenda 2 deri në 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Por unë nuk do t'i shtoj sheqer fare, sepse tani do të bëhen mjaftueshëm të ëmbla edhe nga çokolata që do t'ju hedhim sipër. Dhe kështu duhet të duket brumi, duhet bëhet një brum mesatarisht i butë dhe lehtë i punuar në dorë. Vazhdojmë tani e ndajmë në pjesë më të vogla dhe i lëmojmë mirë në duar, duke u dhënë formën rrumbullake. I rendisim një herë në një pjatë dhe vazhdojmë kështu në të njëjtën mënyrë e përgatisim tër brumin. Unë nuk do t'i bëj shumë të mëdha, do t'i bëj tamam si ato çokolatat e vogla që shiten të gatshme. Pasi përgatisim gjitha, i largojmë anësh dhe tani vazhdojmë që ta përgatisim çokoladën me të cilën do t'ju lyejmë këto ëmbëlsira. Zakonisht unë përdor çokolata qumshtit dhe asnjëherë nuk i përdor ato që janë për gatim, por zakonisht i marr këto të qumshtit, të cilat edhe i konsumojmë dhe i hajmë, dhe në total këtu do të shtoj 200 gram çokoladë. Vazhdojmë tani që ta shkrijmë çokoladën. Unë te çokolata nuk shtoj njëherë asgjë, e lë kështu vetëm çokoladë dhe vendos që ta shkrij mbi avull. Tani, te çokolata e shkrirë, vazhdojmë që t'i shtojmë ëmbëlsirat të cilat i përgatitëm. Dhe me ndihmën e një piruni, i largojmë dhe presim pak derisa të bie pjesa e tepërt e çokoladës, që të na mbesin ëmbëlsirat me një formë pak më të bukur. Vazhdojmë pastaj i shtojmë në një hinë ku kemi shtuar letër për pjekje. Pasi kemi zhytur gjitha në çokoladë, sipër unë do të vazhdoj që t'i dekoroj me pak nga kremi Lotus, të cilin e kam shkrirë.
Tani që ëmbëlsirat janë ftofur dhe janë shtrënguar, vazhdojmë që t'i shtojmë kështu në disa shporta të vogla dhe t'i shërbejmë që të duken më bukur pastaj. Më përdorni çfarë do lloj shporte që ju keni. Dhe tani momenti final është kur edhe i shtojmë në një pjatë ku do t'i shërbejmë dhe do të vazhdojmë të shijojmë këto ëmbëlsira të lehta për përgatitje me një pamje shumë të bukur, po ashtu kanë edhe shijen. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju këto ëmbëlsira të mrekullueshme dhe do t'i ndani bashkë me familjarët e juaj. Deri në video recitën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.